Në drejtimin e prefektes së qarkut e Visallushi është mbledhur Komisioni Mbrojtjes Civile në qarkun e Vlorës. Situata në qark për sezonin pranver-verb 2025, efektiviteti masave kundër zjarreve, informacioni Komisionit të Mbrojtjes Civile për marrjen e masave parandaluese, vlerësimi masave për parandalimin e përmbytjeve për periudhën vjeshtë-dimër dhe pranver-vjesht 2026. Prefekti i qarkut e Visallushi nënvizoi faktin se të gjithë drejtuesit e institucioneve duhet jenë më pak në zyra dhe më shumë në terren. Sipas prefektes, viti 2025 ishte viti me numrin më të lartë të zjarreve. Shifrat në rritje të zjarreve nga viti në vit dhe me kulmin e tyre në vitin 2025 tregojnë se ka probleme dhe ka goxha probleme. Për këtë mbledhje në fakt është përgatitur një material i zgjatur edhe me problematikat të cilat, siç u thash, janë referuar nga sektorët që gjithë secili prej jush mbulon, të cilat në fakt kanë krijuar edhe këtë situatë të rënduar të vitit 2025. Problematika në fakt të cilat tregojnë se plani për parandalimin e situatave të mundshme nga zjarret e krijuara si pasojë e temperaturave të larta gjatë vitit 2025, në një pjesë të konsiderueshme nuk ka gjetur zbatim në terren. Janë problematika të cilat tregojnë se ka rezultuar jo efikase pjesa më e madhe e masave që ishin parashikuar në 5 mujorin e parë të vitit 2025 me qëllim parandalimin e zjarreve gjatë verës, duke nisur me organizimin e takimeve me kryetarët e njësive të qeverisjes vendore, zonat e mbrojtura, shërbimin hyjor, zjarfikës, policisë dhe specialistëve të mbrojtjes civile. Prefekti i qarkut e Visallushi konfirmoi se kostot për shuarjen e zjarreve kanë qenë shumë të larta këtë vit, ndërsa shërbimi i zjarfikës punoi në një situatë shumë të vështirë. Gjej rastin të falenderoj shërbimin e zjarfikës për sakrificën dhe angazhimin e tyre në këtë periudhë dhe sigurisht që këtu kemi fjalë të mira për të thënë për menaxhimin e zjarreve, për bashkëpunimin që ka qenë midis institucioneve, brenda dhe jashtë qarkut, apo edhe jashtë vendit. Mund të përmend dhe ndihmën dhe angazhimin për ndërhyrje nga ari me helikopter si dhe aplikimin e mekanizmit europian të mbrojtjes civile, ku është angazhuar helikopteri Cougar i forcave të armatosura në të 7 bashkitë e qarkut, të mekanizmit europian të mbrojtjes civile, apo dhe me avion kanader nga mekanizmi europian. Prefekti Allushi tha gjithashtu se shërbimi i zjarfikës ka probleme të mëdha që nga mungesa e kushteve më elementare për punë. Ajo u ndal edhe tek fondi mbrojtjes civile, që sipas saj nuk përdoret nga bashkitë. Ata njerëz në fakt janë heronj që punojnë ato kushte. Dhe ky është një realitet jo më larg, thash, 15 tetor i datës i vitit 2025. Që në kushtet që është nuk parashikohen në fakt asgjë të mirë për 2026-ën, nëse ne të gjithë së bashku si komision, por edhe më gjerë, nuk e marrim seriozisht rëndësinë që ka marrja e masave për parandalimin e zjarreve dhe përmbytjeve. Që të kemi një mirë funksionim të dokumentit strategjik 2023-2030, që është vlerësimi i riskut, strategjia e zvogëlimit të riskut dhe planit e emergjencave, duhet të zgjidhim gjërat më elementare të momentit. Nga ana e të 7 bashkive nuk është punuar për funksionimin e këtij dokumenti strategjik, pasi sipas tyre nuk ka ekspert për të kryer këto studime, paçka se VKM-ja u përcakton fondin që mund të përdoret për të prokuruar specialistë të licencuar. Një pyetje drejtuar këtu edhe bashkive, pse nuk përdoret ky fond, duke në fakt ka mbetur dhe një detyrë që dhe në fund të mbledhjes ne do të kërkojmë ta vendosim edhe në detyrat për planin e masave për vitin që vjen për të zbatuar dhe do të kërkohet deri në fund zbatimi i kësaj detyre. Problematikat e hasura gjatë monitorimit pranë bashkive janë të shumta dhe ato fillojnë që me mos ngritjen apo mos funksionimin e komisioneve të mbrojtjes civile në bashkitë e qarkut me përjashtim të bashkisë Vlorë. Përse nuk zbatojnë urdhrat e kryetarëve të bashkive për ngritjen e këtyre komisioneve, cila është arsyeja që pengon ngritjen e këtyre komisioneve pranë bashkive. Prefekti e Visallushi u shpreh hashpër në lidhje me zjarret, kryesisht të qëllimshme, për të cilat tha se duhet të merren masat dhe duhet të veprojë ligji. Dhe një fenomen tjetër shumë të rëndësishëm që është papërgjegjshmëria e njerëzve në vendosjen e zjarreve, që është një nga problemet me të cilat ne përballemi në terren. Të qëllimshme apo jo, dëmi në fakt është i njëjtë dhe me efekte shumë të mëdha. Ndaj njerëzve të tillë nuk duhet toleruar dhe duhet të veprojë ligji me ashpërsinë më të madhe. Drejtori i Policisë së Qarkut të Vlorës Elidon Çela
theksoi gjatë mbledhjes se gjatë këtij viti janë menaxhuar të gjitha situatat emergjente që janë paraqitur dhe ku është dashur ndërhyrja e policisë. Gjatë këtij viti, bashkëpunim me gjithë institucionet e qarkut, jemi angazhuar dhe kemi mirë menaxhuar, mendoj, të gjithë situatat që na janë paraqitur. Si situatë emergjence, prefektja e Visallushi vlerësoi djegjen e mbeturinave në lagjen 24 maj në vend grumbullimin e tyre. Një tjetër emergjencë në fakt në qytet që ne ndeshim në Bashkinë e Vlorës është djegja e mbeturinave në pikën e grumbullimit të tyre, që shkakton ndotje të mjedisit, dëmton shëndetin e njerëzve, për më tepër në fakt krijon një imazh as pak pozitiv për qytetin e Vlorës. Në fakt nga bashkia shpeshherë është deklaruar se janë marrë masa, por përsëri kur ka qenë për të zjarr, zjarri ka rënë dhe nuk është penguar nga askush dhe nga asgjë. Prefektja e Visallushi thekson se këto problematika nuk janë të reja, por është neglizhuar që të mos përsëriten. Këto janë disa nga shumë problematika që janë evidentuar. Në fakt, unë besoj dhe e di që këto janë probleme që janë evidentuar edhe më herët, janë thënë dhe stërthënë dhe disa herë më parë, por druaj se këto problematika për shumë arsye mund të jenë neglizhuar ose mund të mos jenë marrë seriozisht, apo ndoshta kur kemi dalë nga mbledhjet i kemi lënë nëpër mbledhjen në fazë diskutimesh dhe nuk ka vazhduar serioziteti për të marrë me këto probleme të ngritura në një mbinësi. Dhe për të ndodhur në disa raste në situatat në cilat ne jemi përballur dhe na kanë mbuluar zjarri dhe tymi dhe janë rrezikuar pastaj kullotat, banesat dhe jetët e njerëzve. Prefektja e Visallushi foli dhe për situatën e përmbytjeve, si dhe për masat që duhet të merren për periudhën e vijim. Lidhur me përmbytjet, janë hedhur shumë masa në letra, në shkresa, besoj keni përpiluar materiale, por në fakt rrugët e Vlorës vazhdojnë të mbyten për shkak të problematikave të ndryshme. Gjithashtu, këtu duhet të shtojmë njëkohësisht edhe situata në të cilat kemi dhe papërgjegjshmëri të njerëzve që kanë ndërtuar edhe mbi kanale apo hedhin edhe orendi shtëpiake në ato kanale që shkojnë drejt hidrovorit. Të gjitha shkaqet në fakt që si përmenda janë disa prej masave që duhen marrë për të mos ndodhur dhe për mos të gjendur në përsëritjen e tyre me qëllim parandalimin sa të mundemi të përmbytjeve.